Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me, ndoshta e keni dëgjuar, hëna e re, e cila është në shenjën e dashit, dhe ndërkohë është dhe eklipsi i pjesëm i diellit ose errësira e diellit. Ndoshta e keni dëgjuar që ju tregon mos e shihni diellin, sepse është me të vërtet një ngjarje e mrekullueshme, por ajo që unë jam një me ndryshimet kozmike është që janë sjell ngjarje të papritura, pra por dhe ndryshim të kursit për çdo individ dhe në të gjithë planetin tonë. Mësoni që është një energji intensive, pra është intensive dhe mbi të gjitha ka të bëjmë atë që është pikëthese dhe zhvillime të reja. Ajo që të kuptoni është ajo që do të jepni farën tani në këtë, sepse ana e reja është që ju jepni farën për atë që shpirti juaj dëshiron, pra çfarë ju ndërroni dëshironi, dhe mbi të gjitha të kuptoni që duke qenë se është dhe shenja e fillimi i pra kalendarit astrologjik me shenjën e re në dash, është ajo që thotë dashi unë jam. Pra kërkon nga të gjithë ne atë kush jemi ne. Mësoni që ajo farë që ju do të jepni tani do të vazhdoj për 6 muaj me radhë për të gjithë atë që ju pra ndërroni, dëshironi të arrini në jetën tuaj, dhe tema e kësaj ka të bëj ndoshta për një pjesë nga ju është përfunduar, dhe për një pjesë tjetër është që ndoshta ju përsëriten, pra është një përsëritje në rrugëndimit tuaj, dhe kjo ndodh, pra nëse gjërat ju përsëriten, do të thotë që ka akoma diçka që duhet ta shikoni me qëllim që të lirohemi nga çdo lloj që ne na pengon për të krijuar një hapësirë në trupin tonë me qëllim që energjia të rrjedhshëm ashtu si uji, ashtu si ndryshojnë stinat. Mësoni që mesazhet që sjell pra zakonisht eklipset, po edhe ekuinokset, po edhe solstiset janë pika kthese, pra me të vërtet jo vetëm në shkallë globi, planeti, në këtë rast si ndryshon universi, duke qenë se jemi dhe në pjesë të këtij universi ndryshojmë dhe ne, dhe do të jetë pikë kthese edhe në racën tonë njerëzore, për të cilën në këtë kohë ka filluar një evolucion i ri ndërgjegjësimit të lartë kolektiv, dhe sidomos në lidhje me shërimin e karmës së vjetër. Karma e vjetër ka të bëjë me gjithçka që ne kemi mësuar nga e kaluara, për të cilën ne kuptuam që ajo është që ne na bllokonte energjinë, sepse ne rinim me të kaluarën dhe ne vazhdojmë të rrim se çfarë pra të zënë me të ardhmen, dhe ne harruam të jetojmë me tani, pra universi punon me tani, çdo gjë ndodh tani, çdo sekond të jetës ndodh tani, dhe ajo që ndodh tani ne duhet të krijojmë dhe të jemi të vëmendshëm për të i dhënë zgjidhje. Nëse ka lëndime, ne duhet të punojmë përse vinë këto lëndime, dhe nëse ka mrekulli dhe ne ndjejmë që ne ndjejmë, na jep kënaqësi, ne ta ndjekim. Mësoni që kjo ka të bëjë me atë që ne duke i lënë të kaluarën atje ku jemi, ne lirojmë, pra ne kemi hedhur jehonën e zhvillimit të mençurisë në lidhje me një karmë të pastër, duke lënë rolin viktim dhe duke ardhur në fuqinë tonë. Dhe kjo është janë krijuar dy realitete, realiteti i anës që njerëzit rrinë në nivele të ulta të energjisë, pra në një ndërgjegjësim të ulët, dhe realiteti i ndërgjegjësimit të lartë të dritës, për të cilën ne jetojmë me një paqe të brendshme, pa stres, dhe duke ecur hap pas hapi, duke jetuar me momentin tani, ne vazhdojmë të jetojmë në një mënyrë të bukur të jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar. Mesazhi i dytë i engjëve për ju është
zgjimi I shpirtit ashtë po na sjell në një krijim të globit ton të mrekullueshëm, ku ndërgjegja sepse që të gjithë ne kemi të krijuar, pra vetëdijen e lartë, vetëdijen e ndërgjegjësimit të krijuar nga krijesa, sepse ne kemi ardhur në këtë tokë të mishëruar me një si ëngjëj, pra ne jemi me ndjenjë, ne jemi shpirtëror, dhe në këtë rast zgjimi I shpirtit po krijon kuptimin e vërtet të botës për të cilën krijesa e ka krijuar, dhe mesazhi I tretë për të cilën është që ëngjëjt na japin është fillimi I ri për të gjithë ne, duke lënë, si ta kuptoni, pra duke I dhënë asaj pikturën që kishte krijuar Diana, pra foton që kishte krijuar Diana, identitetin që kishte krijuar Diana egoiste, pra pa e ditur në rolin viktim, është atje, dhe nga ajo Diana mësoi, pra vdiq Diana, jo fizikisht, por komplet qarishte, pra u fshi piktura, dhe sot Diana është një Diana e re për të cilën ka pre dhe flokët, dhe djali më tha se më priti dje, më tha pas ke shkurtuar flokët, kur nuk të kam parë me këto flokë të shkurtra, gjithsesi është Diana e re, dhe kështu e ndjeu Diana ti bënte. Por ndërkohë dua t'ju falenderoj që të gjithëve se kur bëra një video përpara, ju falenderoj që ju më dërguat mesazhe ngushëllimi, dhe është me të vërtetë ajo që ne që të gjithë kur jemi të bashkuar, qoftë për situata të vështira, dhe në këtë rast humbja e nënës duke dhënë mesazhe ngushëllimi, por edhe për gjëra të reja kur ne jemi bashkë, pra të lidhur me njëri tjetrin, dhe që ne kemi nevojë, por jo në nevojë, pra dashuri në nevojë, por dashuri në pa kushte, pra ju më dhat mesazhe të ngushëllimit, por për mua kjo që një rritje shpirtërore, një ndihmë, dhe ndërkohë edhe një bekim. Gjithsesi faleminderit për gjithçka, dhe ajo që dua të them, kur ne jemi të lidhur dhe ndihmojmë njëri tjetrin pa kushte, ajo është që ne arrim dhe gjërat të mëdha dhe të lehta në jetën tonë, sepse jeta është e paparashikueshme, është që ndryshon çdo ditë, dhe ka lindje, ka vdekje, ka fillime, ka mbarim, ka fitime, ka humbje. Gjithsesi ne jemi në gjendje kur jemi të gjithë të bashkuar të arrim. Kjo është dhe evolucioni për të cilën në këtë shekull 21 raca njerëzore është duke u lidhur me të vërtet me përjardhjen, dhe përjardhja jonë është që ne jemi human me origjinë, dhe origjina jonë është që ne jemi yje, dhe jo yje vetëm të lidhur me qiellin, po dhe yje të zbritur në tokë, sepse jeta është këtu, pra ne jemi krijues, dhe mbi të gjitha që të gjithë ne jemi kthyer në vendlindjen tonë me superfuqinë që është dashuria, pra dashuria ynore, dashuria blu, po kështu politika që është ka liri, pra jo politika e grindjeve, e frikës, por politika e rinisë për të cilën ne që të gjithë e ndjejmë, dhe mbi të gjitha minjoja që është ndjenja, sa më shumë minjo, sa më shumë respekt, sa më shumë falenderues të jemi për atë që kemi, aq më shumë energjia jonë rritet, dhe ajo që është e bukura me të vërtet që ka të bëj me atë që ne që të gjithë jemi krijues, sepse ne kemi këtë zemër, ne që të gjithë kemi ardhur në këtë jetë me frymën, dhe ne që të gjithë do të ikim po vetëm me frymën. Kjo kuptoni që ky eklips ka të bëj me atë pra ana e re ose errësira e pjesme e diellit, është në këtë pra sot, sigurisht unë e bëj sot sepse unë dje u ktheva nga Shqipëria, ishte një kënaqësi me familjen time, por gjithsesi ka të bëj me shërimin e lidhjeve familjare dhe ndërkohë transformim të tellë. Mësoni që është një ndryshim, pra hapja e portës së re për ndryshime, dhe si ndryshon nëna natyrë me ciklet e saj, ndryshon dhe qenia jonë, dhe mos e vi çudi që në këtë kohë të gjithë njerëzit nuk ka rëndësi, ne jemi shpirtëror, pavarësisht se mënyra se si ne jemi të lidhur duke vazhduar me mendjen apo duke ndjer,
varet nga situata për të cilën ju ndodheni, por gjithsesi ne jemi që njerëzore dhe shpirtërore, sepse ne kështu jemi krijuar, ose ndryshe ne jemi energji për të cilën ne funksionojmë me energjinë maskullore e mendje dhe me energjinë të brendshme të shpirtit tonë, që është energjia femërore. Mësoni që kjo fillimi i ri pra kalendarit astrologjik me anën e re në dash, që thot unë jam, pra unë jam, dhe kush jeni ju, është ne edhim farën për atë, sipas asaj niveli që jemi të rritjes tonë, por gjithsesi ka të bëjë na inkurajon ne për të marrë vendime të rëndësishme, sepse udhëhiqet nga Marsi dhe është elementi i zjarrit, pra aktiv për të marrë vendime, për të filluar, për të vepruar për atë që ne pra dëshirojmë, ëndërrojmë, ndërkohë të ndjekim rrugën tonë, pra të ndjekim rrugën për të cilën na drejton shpirti jonë dhe mbi të gjitha të heqim dorë nga modelet e vjetra me qëllim që të kemi një energji, një trup të shëndetshëm, multidimensionar, për të cilën bën një punë të mrekullueshme kur ne dëgjojmë zemrën tonë, por që të hapim zemrën tonë, ne duhet të lëmë të gjitha gjërat, modelet e vjetra, zakonet, varësitë e tjera që nuk na përshtaten dhe që nuk ndikojnë pra në rritjen tonë. Gjithsesi kjo shenjë po ashtu eklipsi, pra në këtë rast nuk do ta përsëris më, pra kjo e re në dash, nuk do ta përsëris më eklips, është pikëthese, është që na kërkon përparime dhe transformime, dhe këto do të ndodhin edhe në çdo marrëdhënie tonë, pra lidhje që kemi ne me të tjerët, por dhe me veten tonë, dhe kjo është që ne ndëgjojmë, jo vetëm që rritemi nga ana e intuitës, por dhe ne hapim akoma dhe më shumë zemrën tonë. Është koha e rizbulimit të fuqisë tonë, dhe në këtë rast, ne që të gjithë kemi një rritje të identitetit tonë, ne kemi një rritje të intuitës tonë, një rritje, pra ne jemi të ndjeshëm dhe shumë të ndjeshëm, dhe në këtë rast shpirti na drejton duke ndjekur sinkronizimet, pra sinjalet e universit, për të cilën ne nuk jemi vetëm, ne kur nuk kemi qenë vetëm, kur nuk jemi vetëm dhe kur nuk do të jemi vetëm. Pra ne fillojmë i kemi një rritje në fuqinë tonë, duke ndjekur sinjalet e universit, duke ecur me rrjedhën e ndryshimeve kozmike në frekuencë, pra në lidhje me zhvillimin tonë të mençurisë së mendjes, por edhe në lidhje me shpirtin tonë, pra me sinkronizimet për të cilët na drejton shpirti. Ky eklips sigurisht që sjell tensione në lidhje me emocionet, në lidhje me ndjeshmërinë tonë, pra në çdo pra në ndjenja dhe në emocione, dhe kjo bën që mund të sjellin në këtë kohë trazira pra të papritshme, por edhe zhvillime të reja, sipas asaj që ju jeni për të filluar të vazhdojmë në drejtimin në rrugë të reja, në kurse të reja, me optimizëm. Ndërkohë është shenja e parë, disa shenja për të cilët jep efekt ëna me planetet. Mësoni që duke qenë se është dhe ëna e parë astrologjike, pra shenja e parë ka të bëjë me atë që është një fillim i ri, dhe që të gjithë e dini që në hënat e reja për të cilët është hëna e parë dhe do t'i kalojmë të 12 shenjat gjatë gjithë vitit, dhe sigurisht që unë jap çdo hënë të re dhe çdo hënë të plot, të kuptoni që hënat e reja janë fillim i ri, që do të thotë ne do të hedhim farën për atë që ne dëshirojmë dhe ëndërrojmë dhe kërkojmë, dhe në këtë rast është që ju bën ju të sigurt kjo hënë, ju bën sepse është një zhvillim, kemi arritur një pra në një realitet të ri ku drita jehona e dritës së dashurisë po shkon në çdo cep ku ka errësirë, dhe po ndjehet kjo energji e mrekullueshme e krijuar nga krijesa për të jetuar së bashku, të ndihmojmë njëri tjetrin, të mësojmë njëri tjetrin dhe të krijojmë. Dhe në këtë rast ju jep siguri, aventurë, pra aventura të reja, po kështu edhe ju bën një entuziazm për fillime të reja. Ndërkohë është që e kuptoni që keni arritur që keni pak ndikim nga bota e jashtme, pra e ndjeni këtë, sepse keni arritur në veten tuaj, dhe ndërkohë ju jeni të vendosur një pjesë nga ju të ndiqni rrugën
pa rrugën e shpirtit, rrugën ku ju drejton shpirti juaj sipas asaj që ju ndjeni dhe që ka të bëjë me misionin e shpirtit dhe qëllimin. Gjithsesi, po kështu planeti Jupiter ju ndihmon që ju të frymëzojeni, të jeni optimist, të filloni aventura të reja për rritjen tuaj shpirtërore. Po kështu planeti Pluto, që është planeti i vdekjes, transformim, rilindje, ju ndihmon ju që të liroheni nga çdo gjë që nuk ju shërben dhe të vini në lëvizje energjinë tuaj duke krijuar atë që me të vërtet të krijoni veten tuaj, pra në këtë rast vdekje, transformim, rilindje. Po kështu është ju do të ndjeni në këtë moment që ju ndjeni që keni me të vërtet pra që jeni duke ecur në rrugën e duhur. Sigurisht që do ketë pengesa nëse ju keni akoma bllokime në emocionet e ndryshme, pra energji të ulta apo dhe në jetë, por gjithsesi ju e ndjeni që është një rrugë për të cilën hap pas hapi, edhe pse ka vështirësi, ju e ndjeni që jeni pra në rrugën e drejtë, sipas asaj në nivelin e energjisë për të cilën ju jeni, ne rritemi nga poshtë lart, por dhe nga lart poshtë duke vazhduar, duke ndjekur dhe duke hapur zemrën tonë, edhe një pjesë nga ju sigurisht që e keni arritur. Mësoni që errësira e diellit sigurisht që na intensifikon, pra jep intensitet në lidhje me ndjenjat, në lidhje me emocionet, dhe në këtë rast patjetër që do të ndjehet pikëthese për sipas asaj që ju jeni, por dhe transformime të thella. Gjithçka që është bëhet fjalë për të krijuar një rrugë pra ndjet koha për të gjithë ju, për një fillim të ri, për një rrugë të re, dhe kjo është ju do ta ndjeni që të gjithë. Si ndikon shenja e dytë, si ndikon energjia e dashit. Ju e dini që dashi është me të vërtet fillimi i horoskopit, është ndryshe quhet edhe fëmia i shenjave të yjeve, pra të horoskopit. Pioner, fëmijë e fillimit shenjave të yjeve, pra me fjalën unë jam, dhe ndërkohë ka të bëjë me atë duke qenë elementi i zjarit dhe duke qenë se udhëhiqet nga Marsi, planeti Marsit, ka të bëjë që ju do të ndjeni që keni vullnet, keni optimizëm, kërkoni të filloni aventura të reja, jeni të vendosur për të ndjekur rrugën për të cilën ju drejton, pra shpirti juaj, ndërkohë është pra kërkohet duke qenë se është fillimi i ri, pra për fillime të reja, për shtigje të reja, për aventura të reja, ndërkohë është duke qenë se ju frymëzon, sepse është udhëheqës për të cilën ju ndihmon ju, pra është fillimi, ju ndihmon ju për të vazhduar, për të ndjekur pra me entuziazëm rrugën tuaj, ndërkohë qëllimi i tij është pavarësia, dhe kjo është që ne të duam veten tonë në fillim, dhe kjo na bën që ne të arrijmë, pra ky është qëllimi i pavarësisë tonë, prandaj pra të duam veten tonë, dhe ndërkohë kjo është që ne na bën, na shtyn, na krijon që jemi këngulës edhe të vazhdojmë betejat tona edhe kur ka pengesa, pra e ka këtë, pra na jep këtë frymëzim që ne të vazhdojmë edhe pse në cep ka pengesa, ne përsëri vazhdojmë ndjekim rrugën e shpirtit. Sigurisht është një shenjë që edhe pse është i padërueshëm, është impulsiv, por përsëri vazhdon, dhe kjo është ne e kuptojmë që vazhdojmë të ndjekim rrugën tonë, dhe nuk vazhdojmë të ndjekim, për shembull, të varemi nga mendimet e të tjerëve. Përkundrazi, ne i kalojmë këto pengesa, ne lidhemi me veten tonë, ne dim t'i japim vetes tonë rëndësi. Ndërkohë është orientimi i shenjës dashit ka të bëjë me atë që është me të vërtet qëllimi për të cilën shpirti juaj ju të rret, dhe që të gjithë e dini, a jeni për shërim, a jeni për transformim, a jeni për
atë rritjen tuaj apo ndriçimin tuaj që të gjithë qëllimi është sipas asaj që ju keni arritur, pra pikëthese që mund të jetë shërimi juaj apo edhe ndriçimi juaj për atë që ju keni arritur, pra kjo ka të bëjë që është me një orientim të drejtë në lidhje me qëllimin. Dhe qëllimi ju e dini, kur ju vendosni një qëllim, ju e mbroni se qëllimi ju mbron si një diamant. Pra qëllimi është një si e mbroni diamanti, ashtu është dhe qëllimi. Dhe kur ju jeni të qartë në univers për atë që doni, ju nuk keni qenë vetëm, ju nuk jeni vetëm dhe ju kur nuk do të jeni vetëm, ai quani Zot, univers, ëngjë, mjeshtra, ju i dini këto gjëra se më kam dhënë shumë video, nëse ju i ndiqni, jo se janë videot e mia, por nëse ju i ndiqni, më besoni dhe të besoni, sepse unë nuk ju ndryshoj ju, jeni ju që do të realizoni ëndrat dhe dëshirat tuaja duke dashur veten tuaj në fillim, pra duke ndjekur rrugëtimin e shpirtit për të cilën shpirti jon, mesazhet e mia apo dhe të paraardhse me të mi apo të frekuencave të larta të qiellit që ekzistojnë dhe janë të fuqishme, është mençuria e vërtetësisë globit ton të krijuar nga krijesa për të jetuar në liri, barazi, vllazëri, dhe kjo është motua, doni apo nuk doni, kjo ka filluar dhe do të vazhdoj hap pas hapi. Për ju që ndiqni këto video dhe për të gjithë qenien tonë njerëzore, sepse ka ardhur koha e ndërgjegjësimit të lartë kolektiv, që është në këtë moment dy realitete, realiteti i dhimbjeve dhe realiteti i dritës për të jetuar në jetën e mrekullisë, ashtu si krijesa na ka krijuar, si krijues për të jetuar në dashuri pa kushte, në mirënjohje, falënderim për gjithçka që ne kemi dhe duke ndihmuar dhe duke frymëzuar çdo individ, sepse duke qenë të lidhur ne arrim atë që ne dëshirojmë, pra bëjmë gjëra të mëdha për jetën dhe lehtësinë e jetës tonë. Tjetër të kuptoni që sado që kjo shenjë është pra është drejt për drejt, është me ndershme dhe ndërkohë mund të lindin pra mund të jetë i durueshëm ose i padurueshëm dhe shpesh edhe ka ngadalësime. Gjithsesi është këmbgulës dhe do të vazhdoj kur ju ndiqni hap pas hapi dhe jeni të lirë për atë që kërkoni, me hënat e reja dhe të plota, ju jeni të destinuar nëse i ndiqni që do të arrini në bukurinë e jetës tuaj, sepse ka një fillim, ka dhe një mbarim, por shpirti jeton dhe do të jetoj deri në frymën e fundit. Ne edhe vetëm dhe ne do të ikim po vetëm. Fryma është ajo që ne marrim dhe në këtë rast zemra jon fit këtë frym ajër dhe pompon e qelizat tona pra këtë ajër të mrekullueshëm për të cilën pastrohet çdo gjë dhe ne lirohemi. Mësoni që shenja e tretë, çfarë është eklipsi? Eklipsi është me të vërtet pikëthese dhe në këtë rast është me të vërtet duke qenë se është afër me yjen veriore, ne do të ndjejmë që ne kemi një rritje, pra është edhe ky është qëllimi, që ne gjithmonë jemi si racë njerëzore në rritje dhe ju e dini gjeneraca nga gjeneraca ka një zhvillim dhe në këtë kohë është dhe gjeneraca e re me një energji të re për të cilën po ndikon tek ne, gjeneraca jon e shekullit 20, sidomos vite 60, 70, 80, ndikon tek ne dhe ne ndjejmë akoma më shumë këtë energji dhe duke e pranuar ndryshimet dhe ne do të ndryshojmë. Dhe është mirë sepse ne kemi eksperiencën nga jeta pra e parë dhe në këtë rast ne ndihmojmë dhe rinin që mos bëjnë ato gabime, por dhe rinia na ndihmon ne sepse ata kanë një energji të re, kanë energjinë e evolucionit digital, ata e dinë më mirë se ne në lidhje me internet e kompjuter dhe unë jam para jush, unë nuk i kam këto gjëra, kjo nuk do të thotë që i di, por nuk jam shumë, pra akoma shumë gjëra nuk i di, por gjithsesi unë jap në këtë rast kontribut për të ndihmuar ju, për të cilën ju jeni prindër, ashtu si unë, që të ndihmojnë fëmijët tanë të mos bëjnë gabimet që ne kemi bërë, por të vazhdojnë të krijojnë me rrjedhën e ndryshimeve kozmike. Pra kjo është që ne ndihmojmë njëri tjetrin dhe të mos pengojmë rinin. Gjithsesi, kjo është një pikë kthese dhe ju e dini që janë dy eklipse, je keni ndier në 14 mars ishte ëna e plot, errësira totale e ënës në Virgjëresh, pra që jep që Virgjëresha ka të bëjë shumë me shëndetin ton, me atë
edhe çfarë ne bëjmë gjatë ditës, pra me punën, me jetesën, sepse ne jetojmë këtu në këtë tokë, por ndërkohë është dhe ky eklipsi i enës së re, pra i errësirës së pjesëme të diellit, për të cilën është me të vërtetë është piktese për jetën tonë. Mësoni që këto eklipse sjellin me të vërtetë ngjarje piktese në situata të ndryshme, në ngjarje, në lidhje me marrëdhëniet dhe mbi të gjitha sjell konflikt të brendshëm, sjell konfliktet me të brendshëm në lidhje me kërkesat nga bota jashtme, por edhe nevojat tonë të brendshme. Ndërkohë kjo eklips është kërkon që ne të vendosim veten. Pra që të gjithë ne duhet të vendosim dhe të duam veten. Pra të lidhemi me veten tonë në fillim dhe të kërkojmë të gjitha gjërat për të cilat qofshin këto energji të ulta apo emocionet, pra energji janë me vërtet është emocion, pra është energji dhe emocion është dridhjet tona, pra ne të hyjmë në veten tonë dhe ne të pranojmë në fillim të duam veten tonë, duke dashur veten tonë dhe këtë energjinë, dhe kjo është që kur ne duam veten tonë, ne duam dhe të tjerat. Pra ne do të lirojmë të gjitha lëndimet, sepse ju e dini që ne kaluam që në korrik të 2023 ne ishim në shenjën nyjen veriore të Dashit dhe në nyjen jugore të Peshores, për të cilët kanë bëjnë me marrëdhënien, me veten tonë, por dhe me të tjerët, për të cilën ju e dini, zona e Dashit është imazhion ku shumë jam, dhe zona e Peshores ishte marrëdhëniet. Pra në lidhje me çdo lloj marrëdhënie, më falni, dhe në këtë rast ne kuptuam që ne, pra gjatë procesit të këtyre 2 vjet që kaluam, dhe që është kjo ënere e fundit, pra eklipsi errësira e diellit e pjeshme, është e fundit e kësaj teme, për të cilën ne kuptuam, ne lam rolin viktim dhe ne erdhëm në fuqinë tonë, në dashurinë e vërtet. Pra ne kuptuam që ne nuk kemi nevojë për të tjerat, në kuptimin asaj që për të plotësuar dëshirat e mia të kem përkundrazi, ne kuptuam që duke u lidhur me veten tonë, duke kthyer energjinë tonë, ne jemi në gjendje të krijojmë marrëdhënie të mrekullueshme pra në familjen tonë, me vetë në shtëpinë tonë, me familjen tonë, prindër, motra, vëllezër, apo dhe me kolegë dhe në të gjithë universin. Pra nga roli viktim, në rolin super fuqi, në dashurinë pa kushte, dashurinë blu, dashurinë qiellore. Hiri hynor. Kjo është vërtetësia e dashurisë, duke lënë frikën. Pra sa më pak frikë, ne arrijmë më shumë dashuri. Tjetër është në këtë moment shumica nga ju e ndjeni që doni një ndryshim të ri në kurs, ndoshta e ndjeni që shpirti ju drejton për një ndryshim, për një kurs të ri, për atë që keni mision dhe drejtim, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e ndjeni në brendësi se çfarë ju drejton shpirti juaj. Ndërkohë është ajo që dëshira për ndryshime është akoma dhe më e fuqishme në shkallë globi, për arsye se po hyn kjo energji e dashurisë, e paqes, e dëmshurisë për të gjithë, pra që të gjithë e ndjejnë këtë dëshirën për ndryshim, pra po e kuptojmë sepse jemi rritur në ndërgjegjësimin kolektiv dhe mbi të gjitha ne kemi filluar dhe kuptojmë që ne kemi besim në intuitën tonë, ne fillojmë të dëgjojmë zemrën tonë, ne fillojmë të dëgjojmë zorët, pra atë zorët tona në brendësi, ato na tregojnë se si ne ndjehemi, si ne duke dëgjuar zemrën se çfarë ne vazhdojmë dhe në lidhje me ato situatën apo probleme që na dalin gjatë ditës së jetës, sepse ne jetojmë në këtë realitet. Tjetër, shenja e katërt është që ne kemi përparim në fushën e punës, pra që të gjithë e ndjeni që kemi një ndryshim, ndoshta ndjeni që puna që bëni nuk ju pëlqen, ndoshta filloni të krijoni, të filloni një punë të re, ndoshta një biznes të ri, ndoshta keni filluar një biznes të ri dhe do t'i jepni një zhvillim, ndoshta ndjeni që keni talent, ide të reja dhe doni edhe nëse e pëlqeni punën, do t'i jepni punës ide, pra jepni ide të reja duke ndihmuar në
atë ambientin ku ju punoni e të tjerë, ndoshta është që për një pjesë nga ju, ndoshta e ndjeni që keni intuit, keni talent, keni aftësi për atë që shpirti dhe ndoshta doni të punoni jashtë shtetit, dyert janë hapur, sepse nëpërmjet pra kërkojnë online, nuk shihet më diploma, por shihet talenti. Çfarë talenti ke ti, atë edhe je, pra është ajo që ju ndjeni në brendësi, pra mund të punoni dhe jashtë shtetit, ndoshta e lini vendin ku jeni dhe doni të punoni në një vend tjetër, pra sipas asaj të transferojeni në një vend tjetër, ndoshta ndjeni që jeni në një punë për të cilën kërkoni, ndjeni dhe kërkoni që ka manipulime, ka gjëra që bëhen pra në mënyrë të fshehtë dhe ju nuk ju pëlqen këto dhe vini kufij, pra e kuptoni dhe vini kufij, ndoshta mund të lindi zemrimi, mund të lindi inate të tjera, por gjithsesi ju dini të vini kufi, pra në këtë rast dhe gjithçka kërkoni që të eliminoni, pra të pastroni këto energji të papastra, të manipulimit, të gënjeshtave, të tashetëmeve që ndodhen dhe duke dhënë ide të reja, ndoshta mund të keni një pronar ose një drejtor ose çajo që nuk i pëlqejnë këto gjëra dhe ju me lini punën dhe shkoni, sepse sigurisht ne nuk mund të ndryshojmë të tjerët, por ne zgjedhim atë që është më e mira për ne dhe ne vazhdojmë japim idejt tona atje ku ne rezolojmë. Gjithsesi, çdo gjë mund të ndodhi në këtë kohë edhe për shembull ju kërkoni të jepni ide të reja dhe ndoshta edhe ju pushojnë nga puna, gjithsesi ju nuk jeni vetëm dhe ju do të hapen një derë mbyllen, 10 të tjera do të hapen kur ju ndiqni zërin e brendshëm të shpirtit tuaj. Gjithsesi këto ndjenjat me eklipsin, ndjenjat pra edhe emocionit do të jenë intensive dhe sigurisht për një pjesë mund të çojnë në trazira dhe mos ju vi çudi, jo vetëm trazira nga ana personale, por dhe nga ana e globit, për të cilët do të ketë një shkundje, do të hiqen të gjitha pleshtat e njerëzve, të qeveritarëve që na kanë drejtuar nga lart poshtë, tani do të vi udhëheqja nga poshtë lart, sepse kjo është bukuria e jetës dhe këto ndryshime do t'i shihni dhe në politikë, sepse ka qenë ajo gjithmonë trysnia në frikë, por tani evolucioni i dritës po shkëlqen në çdo shtëpi dhe ju e ndjeni dhe kjo është që jep dhe trazira në ndjenja dhe në emocione edhe eklipsi i pjesëm i diellit, pra hëna e re në dash. Ndërkohë është që ne kemi një pjesë nga ju e ndjeni që është shërimi i lidhjeve me marrëdhëniet tona dhe po mbyllen plagët e së vjetrës. Në këtë rast është planeti Mërkuri, ju e dini që ndikon tek ne dhe është në kthim, ka filluar në 14 mars dhe ka të bëjë pikërisht me jetën për të cilën ne jetojmë, me marrëdhëniet për të cilën ne kemi dhe deri në 6 prill është me të vërtetë në shenjën e dashit, nga shenja e dashit në peshqit, që do të thotë ne do të hyjmë në brendësinë e vetes tonë për të larguar çdo gjë që ne nuk na shërben dhe kjo është që ne do të kuptojmë përse kemi pasur grindje, përse kemi pasur zemërime inate e tjera, pra në çdo lloj situate, përse ne jemi grindur, tjetër ne përse kemi qenë të pafuqishëm, pra ne kuptojmë përse kemi qenë të pafuqishëm ose përse na kanë dominuar në rinin tonë e tjera, se unë kam bërë shumë video, nuk do të hyj në detaje se mua më zgjaten shumë video, por ta dini se këto ju ndihmojnë dhe ju i ndjeni, ndërkohë është që ne fillojmë të kuptojmë probleme që kemi patur me vëllezërin, me motrat e të tjera dhe të gjitha kanë qenë se ne ishim të lënduar, pra duke mbajtur akoma energji të ulta nga e kaluara, ndërkohë që universi zhvillohet çdo ditë, pra çdo sekond të jetës ka ndryshime, pra ne ecim duke u qëndruar nga e kaluar dhe se çfarë do të bie ardhmja, duke ardhuar tani dhe ne kuptojmë këtë tani që problemet që kemi pasur me vëllezër, motra, prindërit, pra na dalin në sipërfaqe, që të gjithë do ta ndjeni këtë, po kështu jeni ndoshta për një pjesë, sidomos për rinin, ndjejnë të hutuar, ata duan të bëjnë diçka, po energjia e akoma, sepse është realiteti i ndarë në dy, në një kohë që është shekulli 21, në energji të re, në energjinë e evolucionit, pra të zhvillimit, pra të ideve të reja, është energjia në këtë rast, është evolucioni digital, është energjia e vjetër, pra
që i ndjen të udhëtuar, po dhe ju që ndiqni këto video të çfarëdo lloj moshe, sepse ndërkohë e kuptoni që përse ne kemi qenë të zemëruar, pra çka ka ndodhur me ne pra në kohën para se ne të zgjoheshim me të tjerë. Gjithsesi, gjithçka që bëhet është që ne do t'i japim përfundimisht, pra shpiktese, për t'i dhënë fund gjërave që ne na bllokojnë dhe na mbajnë të bllokuar për të mos ecur përpara. Ndërkohë, një ndihmë na jep dhe planeti Pluto, për të cilën është vdekje, transformim, rilindje, dhe ju e ndjeni, ne nuk do të vdesim fizikisht, ne do të lëmë egon ton, frikën, pasigurin, konfliktet dhe këto na ndihmon planeti Pluto apasapi për gati 20 vjet deri në 2044 çdo gjë do të ndryshojë. Është koha e evolucionit digital. Dhe në këtë rast, edhe pse e vërteta mund të qeshet, pra mund t'ju qeshin ju, edhe pse mund të luftohet, pra mund të luftojnë dhe Dianën, përsëri kjo e vërtet do të fitoj dhe ka filluar dhe është jonë në të gjithë botën dhe ne ndihmojmë nga frekuencat e larta të qiellit, nga frekuencat që gjithë ka zbritur në tokë, kanë pranuar që të ndjekim këtë rritjen tonë shpirtërore, sepse shpirti zhvillohet çdo ditë. Ne kuptuam pse ne kemi vuajtur nga e kaluara, ne kuptuam pse, kush është misioni dhe drejtimi, kush jam unë dhe kush jam bërë unë, dhe duke vazhduar shpirti është në dritë, në zhvillim, në drejt, pra në rritje në zhvillim, deri në frymën e fundit ne kuptojmë dhe krijojmë lumturinë, atë si ne e duam, jo vetëm për veten tonë, kur ne duam veten tonë, por ne duam për rreth dhe duam gjithçka. Dhe kjo është bukuria që ju morët mesazhet e angjëve se çfarë do të ndodhi në vazhdim të krijimit të racës sonë njerëzore, dhe jo vetëm si që njerëzore, pra jo vetëm me energjinë mashkullore, por ne do të lidhemi me energjinë femërore, me këtë energji që thotë unë jam Diana e mrekullueshme, për t'ju ndihmuar ju, për t'ju frymëzuar ju, për t'ju shëruar ju, për t'ju lidhur me energjinë tuaj. Por ju lutem, unë nuk ju ndryshoj ju, jeni ju që veproni, ju dua që të gjithëve, dhe është një mrekulli të jetojmë të gjithë. Asaj bukurësia kur ne fillon, duam veten në fillim, pra të arrijmë të ndjekim shpirtin dhe të lidhemi me dashurinë e vërtet. Ndërkohë është që gjitha konfliktet që do të arrijnë, sidomos në marrëdhëniet, ju do të kuptoni, nëse ju keni qenë në një marrëdhënie, në çdo lloj marrëdhënie, dashurie, pune, familjare apo në çdo lloj marrëdhënie, ju do të kuptoni që ju do të jep një mirësi, sepse ju keni transformuar gjërat, ose do të arrijë dhe tjetra. Nëse ju nuk keni marrë atë që duhet, ju do të lëvizni, do të distancoheni, do të lëvizni, dhe mbi të gjitha do të arrini edhe ndoshta dhe të transferojni, emigroni e të tjera. Pra ju do të dini të zgjidhni konfliktet kur janë debate për të cilën ka diskutime, ju edhe dini të vazhdoni të jepni, dhe nëse jo, ju dini të vini kufij dhe të shkëputeni për marrëdhëniet për të cilët nuk ju rezonojnë, nuk përshtaten me ju, nuk rezonojnë me ju, dhe nuk ju japin që të ecni përpara me frymëzim, me aventura të reja e të tjera. Dhe së fundi shpirtrat binjak. Shpirtrat binjak është me të vërtetë dhe dashuria juaj është një fazë e re për ju, dhe në këtë rast është që ju keni filluar të ndjeni ndryshime të mëdha në lidhje me dashurinë. Pra e filloni të ndjeni dashurinë në veten tuaj. Kjo është që ju filloni të kujtoni momente të bukura, aspekte të bukura që keni kaluar gjatë me njëri tjetrin, pra se shpirti binjak është, janë dy energji që janë në harmoni, mos harroni që është dhe flaka binjake që ka të bëjë që e kemi ne që të gjithë, por varet nga jeta juaj për të cilën kë ju zgjidhni. Pra është në kjo u diqe nga plot fuqi hyjnore, por gjithsesi është e drejta juaj nëse ju vazhdoni të ndiqni shpirtin tuaj deri në brendësinë tuaj, për atë që ju shpirti ju drejton apasapi, ju do të lidheni dhe me zemrën tuaj tërësisht me dashurinë e vërtet hyjnore, por gjithsesi kjo me flakën binjake ka të bëjë me atë që herët avon ju do të lidheni, ose dhe jo,
Po gjithsesi ajo që do të kuptoni me shpirt albinjak është që ju ndjeni që keni një fantazi dhe ndërroni me njëri tjetrin, ju ndjeni që doni të bëni gjëra me njëri tjetrin, pra të filloni diçka të re me njëri tjetrin, dëshira për të marrë sigurisht vendime të rëndësishme, por gjithsesi nëse një shpirt albinjak janë akoma në marrëdhënie karmike, pra ka akoma pengesa energji të bllokuara, ju do të vazhdoni, mund t'ju përsëriten gjëra për të cilën ju do të vazhdoni dhe ose jeni në përmbushje, për një pjesë jeni në përmbushje, për një pjesë jeni në fillime të reja. Gjithsesi është pikëthese për ju dhe kjo është ju do të filloni të vazhdoni kur jeni në marrëdhënie karmike me shpirtin tuaj mbinjak, do të vazhdoni të krijoni pra kush janë këto bllokada dhe të hyni në bashkëbisedim dhe kjo ju bën që të vazhdoni dhe të arrini në një zhvillim të ri në rrugëtimin tuaj, të shpirtit tuaj. Gjithsesi, gjithçka do të arrihet hap pas hapi, me besim, me qëndrueshmëri, me durim, me vendosmëri dhe duke hedhur farën, duke qenë të hapur në univers se çfarë kërkoni, ju do të jeni në gjendje se ndryshimet do të ndodhin dhe kanë filluar dhe asgjë nuk mund ta pengojë këtë evolucion të mrekullueshëm të krijimit të racës sonë. Të vërtet ashtu si krijesa na ka krijuar me një shpirt, me dashuri pa kushte, me një mision dhe me një drejtim të jetës, për të ndihmuar njëri tjetrin, për të mësuar nga njëri tjetri, për të krijuar me njëri tjetrin, dhe duke qenë të bashkuar, ne krijojmë gjëra të mëdha në këtë tokë hynore, tokë mëm, për të cilën ai ka dhuruar krijesa. Ne jemi qenie njerëzore që bëjmë gabime, ne nuk jemi perfekt. Perfeksionizmin e ka krijuar Zoti juaj, universi, gjithçka çfarë doni njerëzit e mençur, por të jeni të sigurt që kur ne ndjekim shpirtin hap pas hapi, herë ta vonë, ju do të arrini në bukurinë e jetës, edhe pse ka pengesa gjatë rrugës. Pranoni që çdo gjë punon për ju, sepse dhe ju e lejoni dhe punon për ju. Faleminderit, deri në video tjetër. Mirupafshim.